Territori i Kosovës për datën 13 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i paqëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve vranësirave dhe rreshjeve lokale të shiut, kryesisht gjatë paradites dhe mesditës. Paraditja do të ketë vranësira dhe rreshje të herpashershme në disa rajone, ndërsa pasditja vijon me përmirësim gradual të motit dhe intervale me diell. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 21 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 12 deri në 29 gradë Celsius, Podujev 11 deri në 28 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Pej 12 deri në 28 gradë Celsius, Prishtinë 12 deri në 31 gradë Celsius, Gjakov 13 deri në 30 gradë Celsius, Malishev 13 deri në 30 gradë Celsius, Gjilan 12 deri në 29 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri në 29 gradë Celsius, Kaçanik 11 deri në 28 gradë Celsius, Suharek 13 deri në 30 gradë Celsius, Prizren 13 deri në 30 gradë Celsius,